Rëndësia e ngritjes së nivelit të vetdijes duke u shkolluar ka rënjët shumë herët. Qysh në vitin 1893, fillimisht si shkollë me mësim në gjuhën turke, e nga 1918 deri më 1945 me mësim në gjuhën serbe. Kushte të vështira për shkollim, ambiente të improvizuara, mektebi në vakufin afër xhamis, më pas në ish domin e adoptuar, vendi ku ishte shkolla e vjetër. Nga viti 1945, me njëherë pas luftës së dytë botërore, fillon mësimi në gjuhën tonë amtare. Mësuesi i parë i shkollës tonë ishte Isuf Aslan Skoro, nga Struga e Maqedonisë së Veriut. Nevoja për të pasur kuadro nga vendi ishte e madhe, andaj shumë të rinj dhe të reja filluan shkollimet e larta, e më pas edhe fakultete, si në Shkup, Gjilan e Prishtinë. Nga viti 1993, kushtet më të mira, nxënës më shumë, kuadro më i kualifikuar, sepse mësimi tani më mbahet në shkollën e re. Nevoja për hapësira më shumë, si dhe për punën në kabinete u shtua, andaj edhe shkollës sonë i u siguruan edhe 4 klasë, si dhe 3 kabinete të reja. Një fëmijë i shëndetshëm do të thotë një fëmijë i ushtruar, andaj shkollës tonë përveç sallës së edukatës fizike, i ushtuan poligonet sportive. Jashtë me terrene për futboll, si dhe klasë të jashtme, fal shoqatës Miratoca jon nga Zvicra. Për suksesin e punës së stafit të shkollës, tregon edhe çmimi i dhënë në vitin 2014 nga ana e Ministrisë së Arsimit, si njëra ndër 5 shkollat më të mira në nivel republikan. Në vazhdimsinë e ngritjes së cilësisë në arsim, shkolla jon nga viti 2016 punon edhe me mësimin e vazhduar, si dhe pasurimin e mësimit njëndrimësh. Fal donatorëve, mërgjimtarëve të fshatit, si dhe projekteve të shumta të fituara. Shkolla jon nga viti 2021 është e digitalizuar me internet, tabela interaktive, zërim në tërë hapësirën e shkollës, dy kabinete për informatik, si dhe një zyrë për informim. Sukseset e nxënësve tanë ndër vite ishin të shumta, si vendet e para në kuizin e diturisë në Preshev, vendi i tretë në kuizin 1, 2, 3 filla në Radio-Televizionin e Kosovës.
çmime të shumta në gara komunale e më lartë. Ne gjithmonë kemi qenë dhe jemi një hap para të gjithëve, sepse ecim me vende të zhvilluara në sferën e arsimit. Dy projekte të realizuara përmes Erasmus Plus. I pari me 7 mësimdhënës për trajnime në sferën e digitalizimit në Itali në vitin 2023 dhe në 2024 një koqir të 3 shkollave nga Stambolli i Turqisë. Projekte tjera përmes Erasmus Plus priten të realizohen në këtë vit, por edhe në vitin 2026. Se jemi shembull për tu ndjekur, tregon fakti i vizitave të shumta në nivel lokal, shtetëror dhe rajonal.